Po të vinte për Ramën, çfarë do thoja? Ja, pyetje thjesht. A se prisja të vinte për Ramën, po ka erdhur për Ramën. Ja, po të vinte për Ramën, s'do të dorë rrugësje ti? Ai ka erdhur për Ramën. Si ka erdhur për Ramën? Ka erdhur por. Në ç'kuptim? Ai erdhi këtu, dërgoi gocën edhe dhëndrit, e mori pasurinë, e kam mbyll muhabetin me Ramën. Unë bitem ju pse po gënjen me vitaja po thënë. Ju pse gënjen? Fakti është që ai ka erdhur, e ka marrë ishullin dhe e ka mbyll ai. Ju e shikoni që Trumpi s'është gjë tjetër vetë një tregtar. Politik në bën me tregti. Por ky është. Dhe e ka mbyllur akordin me Ramën ai. Tani na del një seksere dhe thotë di se shpëton Trump. Shikoj se kemi ca burime të tjera. Po mos e banalizojmë burr tani se e bën në Amerikën, e bën kështu si Sri Lanka o burr. Po e banalizove fare Amerikën. Ai është vendi që eksporton liri, është një nga vendet më të rëndësishme në botë. Është presidenti i botës pra Trumpi, ky autoritaristi, turpi i qytetërimit. Tani do e vendosim unë etikët punë, kanë vendosur amerikanët. Po pra ti po e kthe tani në një gjë shumë të vogël, kupton, Trumpi autoritarist, Laci Vitaja latif. E thua ti këtë. Po këtë po the pra tregtar. Them këtë gjë që the autoritarist për Trumpin. Autoritarist është, fiks autoritarist. Pra, ai është presidenti i botës, ti thua autoritarist. Dhe faktin që është autoritarist. Okej, do të pyesin amerikanët ty kur të bëjnë zgjedhjet, ç'a mendon ti për me votu? Po, tani të vazhdoj. Jam shumë i shqetësuar që në strategjinë e Ramës, në vend që Demit ti vendos një Demit, aty të tmerrshmit, aty me dy brinj, ti vendos një perde jeshile që ta zbus. I ve atë perdën e kuqe që ta e kërcoj. Që pastaj gjithë miqja i kanë FBI, se e kupton, funksionon shteti amerikan, se Laci Vitaja ka ca miq atje, ai thotë di se është puna. Do t'ja futim, se kështu ka ndërtu strategjin këta. Jo, ka dosje aty. Se tha në Berishës, përmenet emri kryeministrit gjithanej, inxhinier, mos të djega jo. Aty është emri kryeministrit. Edhe unë gritë pasaj një të përgjëlleta. Me Gonigali. Çështja me Gonigal është mbyllur në Amerikë, sepse një çështje në çdo shtet mbyllet në momenti kur futet në proces gjyqësor. Dhe në atë proces gjyqësor që është bërë në Amerikë, pare, ti kush ka qenë? FBI ka qenë. Dhe rregull universal në çdo vend të botës është. Nuk gjykohet dy herë. Nuk gjykohet.